Allahu do e pyes, çfarë ke o robi, se këtu flitet për një musliman, jo për hindu, as për budist, as për konfucionist. Flitet për një musliman që nuk ka bërë asnjë sevap hiç, asnjë mënyrë hiç. Ka vdek pa sevap, ka vdek pa i kryer urnat e Allahut xhelal. Edhe Allahu do ta pyes o robi, çfarë ke, pse voni natë? Në këtë rast pejgamberi Islam kur ka treguar këtë hadith, ka pusqeshtë, të mballët janë duk. Pusqeshja më e madhe pejgamberi ka thënë kur janë duk të mballët, jo me zonë, por pusqeshje kur ka pasur. Kthehet e robe dhe i thot, o Zot, vërtet nuk kam bërë asnjë punë të mirë, ti shumë mirë ti. Dhimbset edhe trupi që do hinë në xhenet, edhe këtë di. Mirë po, bindjen e madhe që kam pas në një shmërinë tënde, edhe në rahmetin tënd, nuk e kam prit që të mshish xhenet. Kam dëgjuar për rahmetin tënd, kam dëgjuar për mëshirën tënde, kam dëgjuar edhe xhunarët edhe qitarët edhe kështu me radhë. Nuk e kam prit që rahmeti jot të mbaroj te unë para se të vitë unë. S'kam prit që unë të hi në xhenet. Jo me punë e mia, po duke u bazuar te ti që ke rahmet të madh. Edhe furnizim të madh. Kjo është lloj furnizimi është e këtij. Kjo është lloj risku, do këtë risk kërkonja. Riskun e ibadetit kërkonja. Riskun e njohjes Zotit kërkonja. Allahu ju thot melekëve, krejt. O melekët e mi, çonja robin tim në xhenet se më ka njohur mua.